Hetimet për portin e Limionit në Sarand kanë çuar në SPAK deputetin e Partisë Socialiste Olta Xhaçka, e thirrur në cilësinë e ish-ministres së Mbrojtjes për një nga aferat më të ndjeshme që lidhet me pronat e ushtrisë. Porti ndodhet prej kohësh në sekuestro me vendimet konfirmuara nga të gjitha shkallët e gjyqësorit, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese. Thirrja e Olta Xhaçkës tregon se hetimet e SPAK-ut po avancojnë pas kontrolleve të mëhershme ndaj shefit të shtabit përgjithshëm, Bardhyl Kolçaku, dhe marrjes në pyetje të ish-zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes. Çështja po jetohet mbi kallëzimin e Artur Meçollarit, i cili pretendon se dhënia me qira e bazës është bërë në shkelje të ligjit dhe pa miratimin e presidentit. Rasti ka prodhuar edhe përplasje politike me kryeministrin Edi Rama, që ka sulmuar hapur drejtësinë, duke i quajtur sekuestron një arbitraritet që rrezikon investime strategjike dhe mund të çojë shtetin në arbitrazh ndërkombëtar. Olta Xhaçka, pas dëshmisë së sotme në SPAK, u largua pa asnjë koment për mediat. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Besha i shprehu irritimin e tij ndaj Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për votën që i dhanë Endrit Shabanit për postin e avokatit të popullit. Beshaj në seancën gjyqësore kujtoi se Shabani ishte ai që paraqiti padim për çështjen e sterilizimit në vitin 2019, duke e bërë tani një nga dëshmitarët e parë në gjykatë kundër tij. Sipas Beshajt, ky është një paradoks. Personi që duhet mbrojë qytetarin sot vepron si pjesë e mekanizmit që ushqen pushtetin. Ai kritikoi përdorimin politik të postit të avokatit të popullit dhe deputetët që votuan Shabanin, duke e konsideruar këtë si një shembull të shpërblimit për ata që kanë ndihmuar në nxjerrjen para drejtësisë të individëve të akuzuar për korrupsion. Besha i përfundoi duke nënvizuar se situata tregon se si pushteti shpesh i shet edhe aleatët e dikurshëm, ndërsa qytetarët mbeten pa mbrojtje të duhur ligjore. Prokuroria e Gjirokastrës ka konfiskuar pasuri me vlerë rreth 3 milion euro të ish-kreut të komunës së Lazaratit, Dasho Aliko, pasi hetimet konstatuan se ato nuk justifikoheshin nga burimet të ligjshme. Vendimi erdhi në kuadër të një hetimi pasuror të nisur që në vitin 2019, i cili zbuloi një skem pasurimi të pajustifikuar. Lista e pasurive të konfiskuara është e gjerë dhe përfshin troje, banesa, karburant, lokale, magazina, zyra, nyje betoni e toka bujqësore, kryesisht në Kordhoc, Lazarat dhe Gjirokastër, zona ku Aliko kishte ndërtuar aktivitetin e tij ekonomik. Sipas prokurorisë, asnjë prej këtyre pasurive nuk ishte krijuar përmes të ardhurave të ligjshme dhe konfiskimi u krye në bazë të ligjit për goditjen e pasurive që burojnë nga krimi i organizuar dhe korrupsioni. Rasti ka edhe ndjeshmëri politike, pasi Dasho Aliko njihet si figurë me lidhje në strukturat lokale të Partisë Demokratike, ndërsa deri tani nuk ka pasur reagim nga ai apo nga Selia Blu. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha falenderoi pjesëmarrësit e protestës së djeshme përballë kryeministrisë, duke e cilësuar tubimin si më të fuqishmin dhe paqësorin që mbahet mend ndonjëherë. Ai e përshkroi ngjarjen si inaugurim të misionit të ri të opozitës, me fokus në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe shpëtimin e demokracisë dhe familjes shqiptare. Berisha akuzoi policin për terror ndaj të rinjve dhe vuri theksin te rëndësia e mesazhit politik. Largohuni. Ai u ndal edhe te ish-deputeti Ervin Saliani, duke theksuar se ky i fundit është vetë përjashtuar nga Partia Demokratike për shkak të kalimit të vijës së kuqe. Në një tjetër segment të konferencës, Berisha akuzoi SPAK-un si pjesë e agjendës elektorale të Partisë Socialiste. Ai deklaroi se mbi 100 padi dhe kallëzime për zgjedhjet e 11 majit nuk janë trajtuar nga prokuroria e posaçme, duke e cilësuar këtë një amnisti për krimin elektoral. Berisha paralajmëroi mundësinë e dorëzimit të një libri me 1500 faqe me fakte dhe prova për hetim, duke theksuar se institucionet e drejtësisë nuk kanë vepruar për të mbrojtur interesin publik. Ky tubim dhe deklaratat pas tij nënvizojnë konfliktin e vazhdueshëm mes opozitës dhe strukturave të drejtësisë, duke shërbyer si një moment mobilizimi për bazën demokratike dhe një sfidë të hapur ndaj qeverisë aktuale. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me komunitetin e biznesit, duke e kthyer fokusin te paqja fiskale, por mesazhi i tij ishte i qartë dhe i drejtë për drejtë ndaj sektorit të ndërtimit. Rama nënvizoi se paqe me ndërtuesit nuk ka, duke theksuar se ky sektor ka përgjegjësi të jashtëzakonshme ndaj punonjësve dhe qytetarëve, pasi sipas tij është ai që shfrytëzon më shumë punonjësit se çdo sektor tjetër në vend. Kryeministri bëri thirrje që ndërtuesit të rrisin pagat, i deklaronin ato dhe të sigurojnë një trajtim të drejtë financiar për punonjësit. Rama paralajmëroi se nuk do të ketë tolerancë për abuzimet dhe se sektori duhet performojë me maksimumin e përgjegjësisë, duke i kujtuar ndërtuesve se duhet mbështesin shtetin dhe jo të kundërtën. Mesazhi i tij ishte i fortë, duke kombinuar përgjegjësinë sociale, transparencën fiskale dhe kontrollin e shtetit mbi fitimet e sektorit më të fuqishëm të ndërtimit, duke shndërruar këtë takim në një alarm për ndryshimet menjëhershme në praktikat e pagave dhe deklarimit.
Pas kaosit dhe tensioneve në seancën e së njëjtës, Sekretariati i Etikës vendosi të përjashtoi për 30 ditë pune 6 deputet Partisë Demokratike, të cilët kryen veprime të dhunshme në kuvend. Sipas deklaratës së Ulsimanjës, drejtuesit të sekretariatit, vendimi erdhi pas shqyrtimit pamjeve filmike të seancës dhe pas një mbledhje të dytë me dyert të mbyllura. Deputetët e përjashtuar ishin ata që shkulën mikrofonat, ndezën flakadan dhe hodhën sende drejt kryetarit kuvendit, ndërsa për 23 deputet të tjerë u vendos vetëm tërheqje vëmendjeje. Sekretariati i përbër nga 5 antar, 3 majorancës dhe 2 të opozitës, theksoi se masa ka për qëllim ruajtjen e mbarvajtjes së seancave dhe respektimin e rregullores parlamentare. Grupi parlamentar socialist argumentoi se veprimet e opozitës përbëjnë shkelje të rënda të kodit të sjelljes së deputetit, duke e përfshirë bllokimin e foltores, sulmet ndaj kryetarit dhe përdorimin e lëndëve piroteknike, duke cënuar zhvillimin normal të punimeve parlamentare. Ky vendim tregon një përpjekje të majorancës për të rivendosur disiplinën në kuvend pas eskalimeve të dhunshme të opozitës. Athina u bë epiqendra e zhvillimeve gjeopolitike në mesdhek këtë javë, ku u mbajt samiti 3 palësh Greqi, Izrael, Kipro, me pjesëmarrjen e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit të Kipros Nikos Christodoulos. Takimi u fokusua në stabilitetin rajonal dhe mbrojtjen kundër ambicieve neoimperialiste, me një mesazh të qartë kundër ndërhyrjeve dhe retorikës agresive, sidomos nga Turqia. Netanyahu e përshkroi aleancën si një mur mbrojtës për lirinë dhe sigurinë, ndërsa Mitsotakis theksoi rëndësinë strategjike të bashkëpunimit, veçanërisht në energji, duke diskutuar korridore të reja gazifikimi dhe projektin IMEC, që synon lidhjen infrastrukturore të Indis me Europën përmes Kipros dhe Greqisë, duke përjashtuar Turqinë. Samiti gjithashtu adresoi dimensionin humanitar dhe të paqes, duke përfshirë solidaritetin me Libanin dhe mbrojtjen e pakicave fetare në Siri. Zhvillimet tregojnë ambicien e re të Athinës për të konsoliduar pozicionin e saj si aktor kyç strategjik euroaziatik. Për Shqipërinë kjo paraqet sinjale për ripozicionim rajonal, me nevojë për pjesëmarrje aktive në projektet e lidhshmërisë energjetike dhe një qëndrim të qartë ndaj politikave destabilizuese të Turqisë. Samiti shënon një hap drejt një mini NATO-je mesdhetare, ku përfshirja e SBA-ve pritet forcoj ndikimin në sigurinë energjetike dhe balancat e pushtetit në rajon. Administrata e presidentit Donald Trump ka prezantuar një program të ri që u jep emigrantëve pa dokumente deri në $3.000 për t'u larguar vullnetarisht nga SBA-t para fundit të vitit. Programi synon të reduktojë numrin e emigrantëve të parregull dhe përfshin një aplikacion të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, ku pjesëmarrësit japin të dhënat personale dhe përfitojnë udhëtimin falas drejt vendit të origjinës. Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem u shpreh se emigrantët duhet përfitojnë nga kjo mundësi dhe të vetë deportohen, duke paralajmëruar se ata që nuk e bëjnë këtë mund të përballen me arrestim. Ky program përfaqëson një tjetër hap të politikave të ashpra të administratës Trump në fushën e emigracionit, duke synuar përmirësimin e kontrollit mbi kufijtë dhe uljen e numrit të emigrantëve të parregullt në vend. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar për një rrezik të lartë sulmesh masive nga Rusia gjatë periudhës së Krishtlindjes, duke e cilësuar situatën si një përpjekje për frikësim. Ai u shpreh se Ukraina po përgjigjet duke rritur kapacitetet e inteligjencës dhe forcën e mbrojtjes ajrore, duke mbrojtur popullsinë dhe infrastrukturën kritike të vendit. Në të njëjtën ditë, Rusia ka sulmuar vendin me 10 raketa dhe mbi 600 dronë, duke prekur zona të ndryshme përfshirë kryeqytetin Kiev. Sulmi ka shkaktuar viktima civile, përfshirë 3 të vrarë, njëri prej tyre fëmijë 4 vjeçar, duke treguar rrezikun real dhe menjëherë për qytetarët Ukrainës. Zelensky u bëri thirrje gjithashtu partnerëve ndërkombëtar që të ruajnë dhe rrisin mbështetjen e tyre për Ukrainën, ndërsa vendi përballet me një val kërcënimesh nga Rusia gjatë periudhës festive. Ky paralajmërim vjen në një moment kur siguria kombëtare dhe mbrojtja civile mbeten prioritet kryesor për Kievin. Një mesazh i qartë ka ardhur nga aktorët britanik, të cilët përmes një votimi të sindikatës Equality shprehën kundërshtimin e fortë ndaj skanimit digjital në xhirime, praktik që lejon studiot të përdorin pamjen dhe zërin e tyre për projektet ardhshme me inteligjencë artificiale. Rezultati ishte 99% kundër, duke treguar një gatishmëri të jashtëzakonshme për veprime sindikale nëse nuk vendosen rregulla të qarta dhe mbrojtje ligjore për të dhënat personale. Sekretari i përgjithshëm Paul Fleming e përshkroi AI-n si sfidën përcaktuese të një brezi, duke paralajmëruar se aktorët nuk do të pranojnë shfrytëzimin e imazhit dhe zërit pa kontroll dhe kompensim. Aktualisht ligjërisht refuzimi i skanimit nuk mbrohet, por sindikata ka nisur negociatat me PACT, organizata e prodhuesve britanik, për standarde kontraktuale që të sigurojnë mbrojtje për artistët. Në rast të dështimit të bisedimeve nuk përjashtohet mundësia e një votimi për grevë. Debati ka marrë vrull edhe për shkak të paralajmërimeve nga aktorë të njohur, të cilët kanë theksuar rrezikun e zëvendësimit të artistëve nga krijimi i aktorëve virtual me AI, veçanërisht
për të rinjt në fillim të karrierës. Ky vendim nuk është vetëm një mesazh britanik, por një sinjal global për industrinë e filmit dhe televizionit, duke nxjerrë në pa tensionin mes inovacionit teknologjik dhe të drejtave të artistëve në epokën e inteligjencës artificiale. Burrelli arriti një fitore të rëndësishme në transfertën e Korabi duke triumfuar 0-1 fal golit vendimtar të Erblin Kokos në minutën e 84. Ndeshja nuk kaloi pa tensione pasi në minutën e 70 pati përplasje me stafit të Burrellit dhe tifozëve që kërkuan ndërhyrjen e policisë. Gjyqtari Enis Dishani ndëshkoi me karton të kuq Arjan Lleshaj nga stafi i Burrellit, ndërsa gjatë minutave të fundit të takimit u larguan edhe lojtarët Tauland Marku nga Korabi dhe Redinel Gjikola nga Burrelli, duke lënë të dyja ekipet me nga 10 lojtar. Fitoria e Burrellit vendosi fatet e takimit dhe riforcoi pozicionin e skuadrës jashtë fushës së vet.